Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në episodin e 8 Shadow Clone-it. Jeni fantastik, na keni kënaq për dita dhe për dita me ato komente, me ato mesazhet në inbox. Ty i dashur koleg Lek, të kam pëlqyer shumë, kam marrë shumë komplimente. Kuptohet ajo punë. Nuk e dia ishin furça apo rula, po do ta shohim. Mbase rulë shumë. Le rreshket më kollaj. Po, rreshket shumë lehtë. Ju thash unë, si gjithmonë, tash i fillojnë animet e forta dhe e tregut veten me animen e kalume. Apo jo? Po prit se çka kena këtë episod se kemi një farë episodi. Jo, kemi një super far anime që nuk e di domethënë. Për largoni të rriturit nga ekrani. Jo, me këtë. Jo, realisht për këtë duhet ta themi që duhet të largojnë fëmijët nga ekrani sepse nuk është fare një anime që duhet parë nga fëmijët. Po. Nga inati. Dhe nga ata të cilët kanë zemër të dobët. Sigurisht. Nëse vuni ka stomaku, nga këto ulçerat, nga këto gjona, kështu që ju shko refluksi mrapsh, mos e shihni. Kupton, unë që gjas me majën për stomak të fortë, nxorra 13 herë, vetëm me 2 episodet e para. Kështu që kush e pëlqen ketçapin është fiks kjo. Po. Ketçapi është disa shijon patatet me ketçap. Mix salsa, salsa rose që përdoret kështu. Okej. Unë këtë episod, dakord? Është një anime shumë speciale që të gjithë ne e keni kërkuar shumë, por unë nuk jam shumë fan si saj dhe do më shihni një çik më nhershti, do më shihni një çik shpirt kundërshtues. Hater. Jam hater, kupton? Dhe do ta shihni që nga prezantimin e animes që do ta bëj mau dhe kemi edhe një ftum special sot. Po ju bëj vetëm një hint. Është i gjinis femër. Dakor se ne që na keni thonë na mytet me çuna, dakor kena marrë çik gjini tjetër. Okej. Dhe unë jam e para ajo që e kam bërë këtë kritikën. Patjetër. Dua një çik më shumë goca këtu se na mbytët. Patjetër. Okej. E ftuara e sotme është shumë speciale, është drejtuese, është producente, merr dhe me menaxhim. Është një gjithçka bërse. Rea Çekali. Hello, përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Po shqyqysh në erdhe lele. Po faleminderit që Kemi në erdhe me Tërë daj. muaj që të kërkojmë valla, se kuptoj, kemi 10 vjet. Me qirit kishim kërkuar. kërkuar. Po punë që ka me gjithë ato gjëra që merr normalisht është e vështirë për të kap. Se kuptoj. Mirë se na ke ardh. Mirë se ju kam gjetur. Nuk e di, vajzë shumë e veçantë, domethënë Faleminderit. mua më ka bërë habi kur më the që e ke parë këtë anime që do ta prezantojmë tash se jo se ka ndonjë gjë të keqe, po thjesht është shumë brutale. E ke shumë gabim. Domethënë, është brutale, po. E shef që se kam Prapë ke gabim. Prapë ke gabim. Ti je gjithmonë gabim. Okej, për të gjithë ata shikues që nuk të njohim, do kishim shumë dëshirë të na e bëje ti një prezantim për veten tënde, me çfarë merresh, çfarë pasionesh ke, e gjitha me radhë lali kush je ti të keqen se Kush je ti? Unë Reja më është Reja. Kjo valla. Rea. Unë këto kur ma bëjnë këtë pyetje më fol për veten, është shumë kështu e sikletshme se ndonjëherë thua, kush jam unë? Po ta bëj kështu në linjat e përgjithshme. Unë merrem me menaxhim projektesh. Përgjithsisht jam marrë më përpara me menaxhim në pjesën e gazetarisë investigative. Aktualisht po merrem me sektorin e turizmit, pjesës artistike. Jam dhe producente në studion filmike që kam së bashku me partnerin, ai djali që ishte ai Tiranci. Ai Tiranci. Ai Tiranci që ishte. Ai qafte? Ai bjondi. Si e duron nuk e marr vesh. Po le 12 vjet alla. Zare. 10 vjet. 12 Mashallah. Me raki, besoj se ju Me raki jemi dakord. Po pive raki është në rregull. Harron hallet, lale se çaki. Harron pijesh edhe nuk ma moment. Okej. Mau, unë them se ka ardhur ardhur momenti koha. ta bëjmë prezantimin. Do të bie, kam përgatitur një fjali shumë të shkurtër për këtë si anime dhe për ta përcjell edhe mesazhin e fortë që ka ose impaktin që ka. Është një brit për të refuzuar gënjeshtrën dhe për të mos jetuar më në frikë. Për të jetuar me të vërtetën, sado e dhimbshme apo e shëmtuar ajo mund të jetë. Dhe është një anime që ka trondhitur shumë breza që e kam parë dhe quhet Attack on Titan. Oh my god! My soldier Ray. Eren Jego. You smell like a bug. Okej, do të jetë
një hint për të gjithë në këtë episod, unë nuk jam fan si Attack on Titan. E the një herë. Gabim. Për më tepër. Jo, e thash që thjesht nuk është se Do me thonë, nëse kuptoj si fle gjumnatën ti. Po, fix. si qingj. Kupton se po të shoh ato skena që i kam pa, domethënë dhe herë, e sigur që s'do flej Se më. trëmbes vlla, nuk Jo, mi jep mo, këtë po janë- vibe-in që trëmbes ti. Nuk është halli i trëmbjes, po është shumë brutale, më shumë Kjo gjak, është shumë. lezzeti e mo burë, kjo është Aty perlë është burë. thelbi. Kontenti që ka Attack on Titan është fix kjo. Nuk po them gjën, kontentet e ka Unë shumë të mirë dhe çdo kontent- gjë, por është nuk e di alla e brutaliteti, Dëgjoj. më thon Dëgjoj këtu, Më duhet ta thuaj. themi që Attack on Titan tani ka fituar çmimin këtë vit si anime që ka patur një influencë globale. Plas nga i nati, plas. Dhe duhet thënë që mesazhi i fortë që përcjell Attack on Titan Është perlë burë, se kanibalizëm, ku ka mesazh më të bukur o burë. Po mi më vlla, unë kështu kam pak kanibalizëm që ku ka dalë Po, s'ke filmi që se pëlqen Odises, pastaj. atëherë kam qenë 3 plon për mi tokë, S'ke që se pëlqen pastaj. Shkote te ishulli i asaj çirçes ai, hashin ciklopët. Para se të shkote, më fal, te ishulli i çirçes. Se unë ngatrova. Attack on Titan përfshin, do me thënë, terror edhe një dashuri kaq të këndshme që do me thënë, më doli loti tash e shikoni lotin këtu live. Ne ke nga ana tjetër se A, kemi më shoh. shikoni lotin. Shikoni lotin, edhe ky thot se pëlqeja, kupton? Nuk e zemër mo vlla. Nuk thash gjë më, nuk është se hyn në shijet e mia të animes. Domethënë, pjesa e skenave shumë brutale, ndoshta unë i përkas atyre brezit vjetër të animeve, nuk e di domethënë. Më pëlqen më shumë stili i vjetër se sa ky pak më i ri se 2013-a. Me thonë drejtën, kjo animimi edhe manga, edhe animimi që ka Attack on Titan është shumë e veçantë nga gjithë të tjerat, edhe unë në fillim kur e pas me thënë të drejtën më habiti një mënyrë e çuditshme të dhënit të fytyrës, a kupton? Arsyeja e kësaj është sepse autori Isayama kur e ka krijuar si fillim nuk ishte fare i mirë si vizatues. Duket. Nuk ishte fare vizatues i mirë dhe E madje di, kanë unë, refuzuar 3 herë para se ta nxjerrte si manga. Kur mos u dorëzo. Në 2009 e kanë nxjerrë për herë të parë si manga, por arsyeja pse u publikua pavarësisht vizatimit shumë të keq ishte vetëm historia. Historia e Historia bukur është- dhe shumë është perl. frymëzuese që kishte. Shiko, ka tematika shumë të bukur, unë jam shumë dakord. Domethënë, më kundërshton nëse gaboj të kjo pjesë. Të Por kundërshtoj. Bravo, jam shumë dakord me ty. faleminderit. Respekt. Ke marr pikë. Okej, pra mirë, me që po më kundërshtoni. Dakord ju kështu, kaq të përgatit. Ço të Kena bërë pëlqen detyrat domethënë të realisht, ose pastaj e shohim dhe në krahasim me animet e tjera. Domethënë, çfarë ty të ka pëlqyer kaq shumë që mund të jesh dashuru apo të ka pëlqyer tek Attack on Titan? Domethënë realisht që ty të bëri atë klikun e parë Me ose Levi. boomin e parë. Tani unë faktikisht janë gjëra që i kam qef. Mhm. Po më pëlqeu një gjë, edhe sikur domethënë ta nis me siklet që hajt mos e po e vazhdoj, e vazhdoj deri në fund. Po më pëlqeu e nis. Edhe ideja është që mua kjo më pëlqeu në te pjesa që çdo episod kishte nga një hint për një plot që dilte në fund ose dilte një episod tjetër ose pjesa që kishte surpriza pothuajse në çdo episod që kalonte, kjo të mbante në çik E të kuptoj. angazhuar, por që normalisht Attack on Titan është një animim fantastik. Po si u ndjeve kur e nise për herë të parë? Se unë mua më dha shumë impakt të çuditshëm, nuk ma priste mendja ti ishte ashtu. As unë nuk e prisja me thënë drejtën. E nisa dhe thash, okay, po e nis një herë. Kisha dëgjuar këtë pjesën që është shumë e bukur. E këto kishte edhe nga personat që thonin është shumë brutale. Nga këta që kanë frikë nga gjaku, nga këta që preken nga gjaku. gjaku. Direkt. Nuk është po unë frikë nga gjaku. Mirë, okay, unë jam çik. Të doli jana jote jam e imët vlla. Jam çik emofobik, po domethënë kam këtë probleme me gjakun, por Ne pa me tash sa. s'ka lidhje jo. Po ti ç'ne që shef anime që ke probleme me gjakun. Jo, pas se kam domethënë e kam po ta shoh realisht. Oh, çfarë? Ta shoh në Jonin që i ka ik shpatlla për Po shembull. ashtu na ikën dhe ne, Pra. thonë me pa E live. pra, Jo, me thonë drejtën, e vetmi anime që mund sugjerohet që është më perla dhe më e gabumja për të jetë animja jote e parë është Attack on Titan, se ç'te Po. episodi i parë të merr në qaf live, domethënë, nuk e kupton se çfarë po ndodh. Thjesht ai zgjohet, ha sa bukur, unë jam shumë i lumtur, bab boti, përshëndetje vlla. Jo, thuaj se kush del Titani. Titani The Colossal kolosal. Titan. mi ma se The shiko. Colossal Titan. Këto janë për mua. Kolosali. Këto janë për mua truke që tash kanë filluar i përdorin shumë për shkak si tek solo leveling që kishte këtë ideologjinë e mbarimit shumë të shpejt të aksionit brenda një episodi dhe këto që fillojnë zakonisht me bujë, nuk po them se Attack on Titan nuk është vlerësuar, se unë e shoh nga gjithë gjenerata, sidomos e re, dakor?
e shoh që është një pëlqim drastikisht shumë i madh. Dhe deri diku më shqetëson kjo gjë. Jo, nuk ka fare pse të shqetësoj, nuk do të lek ta përfundosh. Jo, nuk do të le fare ta përfundosh. Arsyeja pse unë do të kundërshtoj te kjo është sepse Attack on Titan, pra pikërisht për këtë e fitoi çmimin, flet për mesazhin e lirisë. Flet për sakrificën, flet për çfarë duhet ne të kuptojmë. O lale, po për të ma vash se për Freedom ka fol Dragon Ball, ka fol Naruto, ka fol. Jo, po më One Piece. Se si e jep Attack on Titan, nuk e japin këto anime të tjera. Dhe jo, e kisha për hater. E pesim ka pa direkt. Dhe kishte për mua. Lele, për të një sekund. O ka One Piece tematik për lirin, o nuk ka një anime tjetër. Pra po të flasim për këtë. Duke filluar, një sekond, ja ta sqaroj unë. Duke filluar që nga tematika që është në det të hapur, simbolizimi vëlla më shumë liri se ç'mund të kesh në det edhe në ajër, nuk ke vëlla. Dëgjoj, se këtu mund ndërprese. Mendova se e kishte me mua, po në fakt e kishte me ty se pikërisht e kjo do dilja. Pikërisht e kjo do dilja. Ja ç'son ç'ke. Po ma morë fjalën dhe e the atë që do thoja. Është edhe One Piece që flet, madje kur e fjalën e ka për lirin, por Attack on Titan trajton në një lloj mënyre shumë tepër, është më brutale, është më e nxjerrë direkt në tavolinë, shqeto, ja ku e ke merre haje, shijoje, e kuptoje, domethënë çfarë është realiteti, pa ngjyra, pa. Ndryshimi që ka Attack on Titan është që në Attack on Titan nuk duket vetëm nga fundi fare duket shpëtimi, ja kupton? Se nuk merret vesh që ka një mënyrë shpëtimi, sepse aty duket që nuk mund të fitojnë në asnjë mënyrë, kupton se janë ata të këqinjt në thonjza, që me qëra Allafi, a mendon që janë të këqinj ata apo janë të mirë? Cilët? Domethënë merr ata jashtë. Sigurisht që janë të këqinj. Ata janë arsyeja që ata janë nishull. Kështu që normalisht ata janë shumë të këqinj. Se ka qenë kjo si tip debati që a kupton janë të këqinjt, janë përbindshëm ata brenda murit e janë këta të mirët, a kupton? Falenderojmë Erenin që e ndryshoi këtë. Bravo, 80% të popullsisë. Po mirë, a nuk është domethënë kjo po ta marrim në real life implication, domethënë, nuk është një si tip shumë ndarje nga elita me popullin. Pra, ti do të bësh shumë politikisht. Jo, s'e kam politikisht. I hyre thellë. Jo, s'e kam. Jo, po, për këtë punë jeni këtu vëlla, se jena për çeru damot. Dakor? Tashi. Do bëjmë ketchup po plako, do ta bëjmë me një domaten. Pikërisht pra. Domethënë, a nuk është kjo një tematikë le të themi që mund të jetë aty ishte edhe politike. Atëherë, këtu dalim diçka, domethënë pak e gabuar, sepse si na reklamohet. Sepse në serial reklamohet që pjesa brenda rrethimit janë pra më të mirët, pra nuk janë ata të ligjë, dhe problemi është i jashtë këtyre mureve. Dhe real life implication, think outside the box. Domethënë mos mendo më shumë se ç'duhet. Apo ja. Unë do ta marr fjalën prapë te kjo. Ma merr pa tjetër, ta jap vetëm, s'ka nevojë. Do ta marr fjalën prapë te kjo. Është një gjë tek sezoni i fundit fare Attack on Titan. Është njëri prej komandantëve. Okej, vetëm të lutem do të ndërpres më fal, vetëm do ta bësh shkurtimisht sepse jemi afër asaj pjesës së fundit të kohës. Okej. Po. Kështu që domethënë shkurtimisht ta shtjellojmë më gjërën pjesën e dytë. Apo keni kundërshtim? Absolutisht. Absolutisht më fal se ta ndërpreva, vazhdo. Thjesht për të bëj një referencë te publiku. Vdesa i ta për ta ndërpresi. Më sot ta mbyllësh. Jepi. Komandanti i thot në speaker të gjithë atyre që po dëgjojnë. Na falni fëmijë që ju zhgënjyem, ju ushqyem me urrëtia. Dhe kjo është përgjigja, pra do ta shtjellojmë në pjesën tjetër, po ti bie shkurt që të mos më ndërpresi gongu, jo ti se ty me ty sqaroj unë. Patjetër. Okej, neve shkputemi vetëm për pak edhe kthehemi pastaj. Në rregull, mos u largoni. Shadow Clone. Çego u kthyem këtu tash prapë në pjesën e dytë. Unë ja ndërpreva çik llafin maut, por do ta lejmë në ashtina që të vazhdoj çik më gjon. Se mos flet prap. Jo. Se mos flet. Unë jam këtu vetëm për gjona esenciale këtë episod. Ledio, fika mikrofonin këtij. Ledio të lutem. Ledio, fika mikrofonin këtij. Ne nuk kemi Ledio, ne kena kasapo. Tani që ti bëjmë çik reklama ta Attack on Titanit sepse është kaq.
Atëherë, thelbi është kjo të dashur miq, të gjithë njerëzit e mirë për mendimin tim, janë brenda disa muresh që smeret vetë sepse janë tre shtresa. Tani, titanët e krijuar, nuk po ja u themi sepse nuk po i bëjmë gjitha Po jo, thuhet ama se shumica e kanë s'po i them pa. gjitha spoiler, domethënë ai personazhi kryesor, çuditërisht Eren. Bëhet çuditërisht titan. Domethënë ai babai olla që bëri titan. Në qoftë se ne e lidhim ata që e kanë pa Attack on Titan, ne e dim që Attack on Titan është tip cycle-i që e ka bërë gjithën Ereni pak a shumë. Po këtë punën e babait nuk e ka bërë Ereni ma sa mbaj mend unë valla. Unë di që ajo që bëri babai bëri ai vet, babai vetë domethënë. Nuk se i tha Nuk e tha bëu. Nuk i tha Ereni i mas që më bëj mua titana, kupton? Po ai është plot twisti pra gjithkohës ai mastermind i ka qenë Ereni. Sa per ka qenë ajo plot Po twist. si mund të ketë qenë Ereni mastermindi, domethënë Kur kur parasysh jep dot shpjegim ti multiversit? teknikisht po. Pra Jepi ka një Hajde bëj atë që se kam bërë gjithë mendjet e zgjuara Ka të lidhje, po botës. them teorikisht, shpjegim. po them teorikisht tash, kupton, po japim një teori se s'po dolën më Edhe kjo si mençur. multiversi është. Pra po pikërisht domethënë nis nga babai, s'mund të jetë Ereni. Jo, thelbi është kjo që Ereni tani me fuqinë që ka Attack Titan, që është fuqia e tij, ai shikon edhe të shkuarën, gjithën e Edhe atij të që e ka ardhmen. pas edhe atë titan. Absolutisht. E shikon gjithën edhe të ardhmen e shikon. Edhe kjo zbulohet në momentin që ai puth dorën historias, që ishte një moment traumatik, nuk e kuptoj domethënë që ishte ajo fytyrë që bëri kur e puthi. Tani e kuptoj sepse e kena parë, po kur ndoli për herë të parë jam habit shumë vallë, me thënë drejtën. Nuk Po. ka për si ta mendja që ishte ajo fytyrë. E di që është dhe një hint aty që tregon formën e Erenit që bëhet titani i madh? Me vërtet? Se Po, mbaj kur e mend puth atë. dorën historias? Ka Ashtu? varsen ajo, ka varsen në formën e titanit që bëhet Që bëhet Ereni në në fund, po. Edhe to e kam parë më mbrapa. Po, normal, janë Për këto moment- faktet Në interesante. fakt, është edhe një hint tjetër në momentin kur Eren përballet me atë The Arm Titan përpara se të bëj sulmin terrorist. Është hijet. Ashtu? Hijet atyre të ta dyve janë në Janë formën e pak- titanëve. Ah, E shef sa ka pa mirë. të pa kokë. E kopjuar nga One Piece. Ja e ka diljasti. Ikër, Me këto që tamam, me mbyllët këto që më mos tha, fol, a kupton, do shikoj edhe herë Attack on Titan. Sa mirë, a kupton? Një sekond që të gjithë Lale, se po bëjnë gjithë poça këtu, kupton? Dakor? Ka vetëm love për Attack on Titan, nuk ka Po hate. thon gjithë, jo po Attack on Titan, ndërkohë jemi tre veta këtu të vesh me One Piece-in, e kupton? Se të kemi bërë lidhje me mesazhin e lirisë që jep. Ska. Ja. A pra më Ore, bëni më One kështu. Piece-in e kemi qefer, po Attack on Titan i qëndron legit, a kupton? Është perl, nuk është mundet. një nga të lartë. Si Mi nuk pra mundet? është një nga, bravo. Një nga, A pra, nuk është më e a mirë. pra. Shiko se ti thu bluzën, unë s'kisha kohë, se Po, do kisha Sergio, marrë pelerinën. Sergio, kupton? Is the Edhe it's ti- another day for the Edhe ti ke për survey. të pamu ke episodi tjetër se si do vi se Do o t'jap pelerinën, janë do me ta kështë. veshësh? Ta Attack on Titanin? Po. Asnjëherë në botë. Do t'jap shallin e kush në kap. As Ato më nuk më duhet kisha fare. dhënë. Kam një pyetje për ty. Kush është titani i preferuar? Ereni. Attack Titan? Tipi No, i Titanit po i Titanit, thupa, pra, po. është Mua, me thon drejtën, më ka pëlqy ai majmuni, nuk e di sepse. Ore kur doli në fillim i Zekes. Beast Titan ai ishte perl kur doli në fillim olla. U kur ula ashtu që e hëngër atë të shkretin, që i foli, çapo thuti perl, bën dhe atë që edhe me gura. Ajo ishte. Ajo, Si far fuqie, Sigur Ajo lu- ishte. sigur Që lu doli basketball, spiçi është shumë baseball. fantastik i Ervinit, a kupton sa perl? Mirë, Është shumë perl olla, nuk e kuptoj si mund të ofendohet Attack on Titan. Mu më ka pëlqyer Ashtu se domethënë po nga kuptoj. Titanët, pëlqente shumë ky ishte si anatomia e trupit, Lale. The Colossal Titan, Jep. gjigande. Po, ai është ai perl. është, domethënë se kisha atë fizikun ashtu është. Nuk e di, më ka pëlqyer shumë ai ashtu. Edhe Female Titan ishte me Po, mi, ma, fizikun. mi. Ajo ishte me fizikun. Mashallah. Kur doli në fillim ajo që Falë rritë Zot. Vraponte si flutur. bre. Unë si fete. Shlaket. Ishte lakuriçe ose s'kishte turp apo? Ja pas se kishte kocka Po e të di mos të fish. Ne lejni tash me këto, më na fusin ato ujëra se. Pse mos fusim ato ujëra? Le se jena me dy gocën tavolin tash po lejet mua bet Dgjoj, do të drejt. bëj një pyetje tjetër. Me që Rafi do të të quaj shkrepse. Me që pas ke Me burrin quaj. tën çakmakun, do të them shkrepse. Unë do ta quaj thras cigara. dahoni. Okej, Kush gjetën është- 3 ebra Kush të është ndryshëm. momenti më epik që të ka pëlqyer më shumë Attack on Titan? Sa Attack on Titan mbahet shumë për plot twiste që janë vetëm perla,
Domethënë mbahet shumë si anime ti hateri, shiko këtu. Qof. Plot twistet e Attack on Titan nuk i gjen aq lehtë, përveç One Piece-it, po tjetër gjë. Kush është momenti jot më epik që të ka pëlqyer më shumë në Attack on Titan? Kur dolën që tre titanet që hodhën muret në tokë, ishin ata brenda. Ajo ishte thjesht si dreqë ndodhi, ajo ishte fillimi. Pastaj normalisht, po. Okej, herën e dytë. Se doli të gjitha herët. Thjesht ideja që ishin tre titan që hodhën muret në tokë, ku ishin si dolën si u zhdukën. Kaq perlisa ajo. Dhe thjesht pastaj që dalin ata të tre që ishin spionat. Miau. Pëlqen ato pjesët. Un kam dy që i kam super të preferuara. E para është sepse është my short king, the main character. Levi. Është betejë midis Levi't dhe Beast Titan. Po, dhe ajo ka qenë per. Ajo është epike. Rage, a kupton. Na është dash ajo se duke di domethënë momenti kur ai e rrezon dhe Beast Titan bie në tokë edhe Levi është gjithkohës me shpato duke u përpjekur që ta ndajë tek qafa për ta vrarë. He's a fidget spinner, që Dhe pjesa e dytë është momenti kur Eren bën sulmin terrorist, që transformohet dhe shkatërron gjithë vendin aty në mes të podiumit që ishin mbledhur të gjithë marrin. Dhe kur kap atë vajzën që kishte mbledhur veten me atë kristalin dhe shtyp me nofullën e titanit tjetër, ajo ishte aty ishte ndryshimi. Aty ishte ndryshimi që ndodhi me Erenin, se deri në sezon të tretë ishte Ereni i mirë. Pastaj vuri gishtin nga deti, boti pa pritur u bë i keq. Të lutem. Pare se shkojmë te gishtin nga deti. Por ty tregu që jeni njerëz bazik dhe mbi një anime kaq bazike. Të gjitha këto prandaj po ju dëgjoj me vëmendje dhe thjesht nuk po reagoja. Dakor? Ta sapo pse hape mikrofonin ti? Qetësiti, mau. Shumë bukur. Thatë se cili e kupton, pjesën që ju pëlqente më shumë. Dhe po ta vësh re me vëmendje, të riktheheni dhe ju atyre që thatë, ishin vetëm disa skena që juve ju kanë pëlqyer më shumë nga të gjitha. Ishin thjesht skena dhune ose thjesht një aksioni momental, pra euforie. Kur u bëre kaq patsoni, jo ska lidhje. U bë kaq filozof, psikolog që kupton domethënë. Ju pëlqen vetëm dhuna, po jo, prit. Ja po ta shpjegoj unë, nuk ka lidhje as pajisor as filozof, zonjë dashur. Dakor? Dy skenat e mia për shembull të preferuara të Attack on Titan, dakor? Kanë qenë një e para kur ai si e ka me mjekri verdh, s'po vjen emri që Ervin. Ai që ai që jo një sekond. Ai që i thë po për sekond ta them skenën se po thon. Ziki ja. Është skena e fjalimit, dakor? Që ai do të çojë gjithë ushtarët e vet drejt vdekjes. Bravo. Pra, ajo është skenë lale makabër, ta marrësh nga gjendja emocionale, çdo gjë, ai po çon ushtarët e vet, dakor? Pra, figura e babait në këtë rast e generalit, dakor, që është vet ky, po dërgon fëmijët e vet, pra ushtarët e vet në një luftë që e di që do ta humbi drejt vdekjes së saj. Pikërisht, pra e thot dhe vetaj te fjalimi dhe është një ndër speechet më të bukura që kam dëgjuar në historinë e animeve. Shiqur thej fjalë të mira. Po mirë, pra s'po them unë që është anime e keqe vëlla, po është thjesht ideja, domethënë kam përshtypjen se është pak overrated nga skenat e shumta të aksionit. Dhe e dyta është momenti kur Ereni mban shkëmbin atë gurin gjigant në kurriz, bravo. Ajo është skena e Atlasit. Simbolizimi është Atlasi që mbajti botën, u dënu që të mbante botën. Pra këto janë ore fole mirë ti Mohabite, fole mirë, Mohabite shumë vëlla, kur do ti? Po kur do unë bëj çudina, po lehtë tash. Nëse do i bëj shkrepse si pyetje tjetër, si shumë fole vëlla. Po e fole, e lash me kaq. Se më kujtoi çuni hater. E mban mend kur ndodhi kjo skena që ishin të dy të vdekur, edhe Armin edhe Ervin. Po. Kush mendonte që duhet të shpëtonte domethënë? Ai që shpëtoi, se po të shpëtonte ai tjetri, po. Unë atë moment mendova për Ervin mos më urrejt, sepse ai ishte perl. Momentin që është brenda gojës gjigante. Ka qenë një lloj betejë shumë e ashpër edhe vetë me veten që kishte Eren, nëse duhet të shpëtonte Ervin ose Armin. Po e vendosi Levi. Po se foli Ervin se të mos ishte për Ervin? Shiko, ai e logjikoi shumë gjatë gjën, domethënë, tha, ky është i ri, ky do të shohë botën, ky më mirë ta ngjall këtë tek Unë di që Ervin i foli pra që i tha Ervin i mos më shpëton. Jo, ai thjesht e kap.
Po, kjo, Thjesht e kap të dora që mos e bëj. Po, pra. Mos e bëj. Se Liva ishte shumë i ftohtë ai si tip, kupton, nuk do interesonte fare për atë kalamonin, do deshte botin që ishte strateg. Po që u bë ai strateg, që u bë Armin strateg, pastaj ishte shumë perd. Se ai në sezonet e para nuk ishte fare si goc ishte me thënë drejtë. Po, unë ishte Armin ishte si goc, por ishte shumë i zgjuar. Po, shumë i zgjuar. Dhe pastaj shfaqi akoma më shumë edhe zgjuarsin, por edhe fuqinë që kishte tek vetja, pasi fitoi fuqinë The Colossal Titan. E keni vënë te Colossal Titan që ai ka dy veçori. E para herë është shumë i holl, që më habiti kjo, edhe e dyta që nuk që e ka gojën, i ka sytë mbyllur dhe e ka noflën që nuk i jap dot gojën, këtë mbaj mend unë. Jo, e ka sytë mbyllur se nuk dishet shikonte masakrën që po bënte. Dhe në fakt te sezoni i fundit është një bisedë që ai ka me atë vajzën, ç'e ka ajo? Enin. Me Anin. Po. Që kanë një dialog me njëri tjetrin edhe i thotë ai. Po përfunduan bashkë ata. Është mallkimi i emrit ai. Ai është mallkimi i atij emri, nuk po është kur bashkë asnjëherë. Dhe ato kanë një diskutim edhe Armin i thotë që unë kam humbur numërimin e të gjithë njerëzve që kanë vrarë dhe nuk e kanë fjalën për ushtar, kanë fjalën për civil, për njerëz. Kalamaqa. Po, fëmijë, e kam humbur numërimin tha. Dhe kjo ndodh pikërisht pasi fiton fuqinë e Titanit. Po jo kam unë pyetje tash. Edhe për gjithë, është pyetje me shumë spec. Dakor? Okej, e keni pëlqyer Attack on Titanin, është për gjithë, për të gjithë ju. Bismillah. Është e keni pëlqyer, okej, shumë bukur. Tani, çfarë do donit ju? Jam kurioz që të ndryshonit komplet nga linja e historisë. Pra si janë zhvilluar ngjarjet, po shoti se ti je këtu vena liga, amor. Na lira dashina. Ty konkretisht, çfarë do dohet ndryshohet nga linja e historisë? Doja për shembull që është një skenë që ai çohet nga gjumi Ereni kur është i vogël. Dhe doja që të ishte realisht thjesht një ëndër dhe të parandalonte çfarë lloj gjëje që mund të ndodhte siç ndodhi në anime. Ajo do ishte perfekte. Këtë do doja të ndryshoja. Pavarësisht se në fund tani që doli që ishte thjesht kështu si film, por prap ajo pema bazë që është në fillim, ajo pema është akoma aty dhe të jep prap një kështu si hint që mbase nuk ishte edhe thjesht një film ose thjesht një ëndër. Ajo pema u tregua te pema që dhe pasi u shkatruan titanët prap kishte luftë. Vazhdoi lufta. Po, domethënë njerëzimi atë do vazhdoi të bëjë. Njerëzimi gjithmonë do ketë luftë. Është pjesë e natyrës njerëzore, këtë nuk e ndalim dot. Nuk ka qef njerëzia të ri i qetë në paqe. Ka nevojë, ka një ego personale që thjesht do të ketë pushtet, do të ketë gjithë gjërat në dorë. Tu më lind, domethënë që të them një kuriozitet. Isayama, autori i animes, para se të bëhesh një mangaka, punonte në një internet kafe. Në Japoni. Internet kafe. Okej, sorry. Dhe në një ditë përballet me një klient që ishte i dehur dhe ishte shumë agresiv. Dhe gjatë debatit e kap nga kollarja, edhe ai është shprehur që jam ndier shumë i friksuar dhe i pafuqishëm përballë një personi që kishte pushtet para meje, se kështu është, klienti gjithmonë ka të drejtë. Dhe nga kjo tha merdi ideja për të krijuar animen. Dhe filloi që ta vizatonte me vizatimin e tij të keq, por historinë ishte goxha të mirë. Edhe i bëri që të gjithë të pafuqishëm në gjithë animen dhe na morin qafë. Dhe kur ka bër fundin, që kanë nxjerrë edhe chapterin e fundit, unë fakt kur kanë filluar ato serit e ndërpreva dhe fillova të lexoja mangën sepse doja me patjetër ta dija si përfundonte. Dhe kur ka dalë chapteri i fundit, kur ka dalë chapteri i fundit, edhe unë këtë mendoja dhe dëshiroja që fundi i ishte që Eren zgjohet. Edhe e gjen veten fëmijë poshtë pemës dhe mendoj të gjitha se është një ëndër. Por që nuk ndodh ashtu. Se të gjithë e dim. Njëjtën gjë do edhe ti nishte kjo ajo që do të ndryshoje. Unë për shembull do ndryshoja, nuk e kuptoj sepse s'po e thoni akoma. Ore do ndryshoja që të mos vdiste Ereni të martoheshe me Mikasën olla. A ka gjë më të tmerrshme? E vrau dhe ai do jetonte me gjithë atë vrasje 80% të botës. Po të jetonte si me Mikasën, 80% e thot, sepse në serinë e fundit e thot që un kam vrarë 80% të popullsisë. Ja, pra dhe kjo, dalim prap. Dhe po mos më kishte ndaluar ju, i thot Armin, unë do të kisha vrarë të gjithë. Po pikërisht, pra e urdhë, domethënë, leitmotivi, cili është në këtë rast? Domethënë, çfarë lloj gjëje vëlla përveç se Madara te Naruto, mund të kishte një leitmotiv, kupton, kaq të madh që të ndryshonte botën apo Obito. Cili ishte? Pra dashuria, që është
domethënë nga të gjitha cilësitë apo emocionet njerëzore më të forta dhe të jep motivin më të madh, kush tjetër mund të jetë një leitmotiv për të shkatruar gjithë njerëzimin lale. Dhe e bukura, prit mos ta harrojmë dhe kët. Te Naruto ndodhi gjë tjetër lale, të krijohet perfect world me Infinite Tsukuyomin. Dakor, ndërsa këtu del njoni një budalla aty që u çu mes natës skis dhe vret gjithmonë në popullsisë Nuk u botës. zgju në mes të natës, ishte S'ka në mes të rëndësi. ditës duke vjetur poshtë pema. Shiko, ta mendojmë thellë. Edhe Newtoni kështu na morim Më qafë. ndaloj, më ndërpreu dhe mua, e kemi O, po cis të vjen tu. Flini Po, poshtë si sta pemës vjen. gjatë ditës. Po ta mendojmë Po. thellë, të gjithë animet kanë mesazhin brenda. Patjetër. Okej? Dhe të mendojmë dhe këtë pjesën që duke qenë se e shohim ne, e shohin më të vegjël, ne shohim më të mëdhenj, është edhe një farë ide që mos jetoni me urrëtie. Pikërisht. Mos keni atë mlefin, atë inatin. Jeta mund të jetë shumë më e bukur se sa thjesht ti ta bazosh në urrëtie dhe në inat. Pikërisht. Pra ti mendon që është një tip reverse psychology, domethënë këtë gjë. Sigurisht. Edhe un po e ndërlidh edhe unë Naruton se ky na bëni lomsh. Në qoftë se do e ndërlidhësh Naruton do jetë pjesa që ai Itachi shkatroi domethënë shkatroi robët e vet për të shpëtuar botën, ndërkohë që mjeshtri i madh bëri të kundërtën, a kupton? Shkatrovi gjithë botën që të mbronte njerëzit e veta. Nuk është i mrekullueshëm. Fantastik. Në fakt kjo është një pyetje që ka bërë shumë debat midis fansave, është erën me të vërtet hero apo është një anti-hero? Është hero, është hero. Është një super villain apo A mendon? Prandaj është kjo që nuk e ndan Qa dot. mendon ti? për Qa mendimin mendon ti tim. për shembull? Nga që është kjo puna e mesazhit. Domethënë sido që të jetë ajo është krijuar si anime për mendimin tim për të dhënë këtë mesazhin dhe nuk mund ta quaj as hero, as anti-hero, as villain. Po teknikisht Pra do villain ishte i Team vjen, Jaeger apo do ishte Team Marlians që ishin kundra? Kjo është një pyetje shumë Përgjigju, po të interesante. them. Ndize dua. shkrepsen. Nuk dua. Ndize shkrepsen. Ja, tash i jepim, s'ken nga shko më. Ja, më na bëj kështu. Qa mendon ti olla? A mendon që ajo që bëri Eren ishte gjëja e dur? Jo. Do me thënë nuk e Team Jaeger. Jo, nuk jam Si teknikisht. si fle gjumnatën dhe ti u bone si. Shiko, unë e kam parë dhe e shoh me shumë kënaqësi. Është i farperle. Kurse ai nuk e ka qef. A, Ai e, thotë mirë, është nuk komentar. nuk je në Imagjino, grup me të, domethënë. pra, okay. Po nuk kam çfarë Kështu kemi. ti Domethënë, e kam, më pëlqen, është e lezetshme, po jo domethënë për të Është e dhënë një. lezetshme thot. Është e këndshme më vëlla. Është e këndshme Është thot. As filloi e këndshme ajo. Çet të lala ti kupton. Dhe Unë jam thua, rrit me kokat vëlla, nuk mund të pëlqej këto patavrat. Po flet. Alena si. Po nuk ka shiko Je rrit pak. me Po të marrim për shembull. Okej, jam kurioz. Ty bëj pyetje, pra ju që e pas keni pa me kaq shumë vëmendje dhe kuptoni digeni Oje. tona. Pse janë 3 mure? Pse janë 3 rrethime? Jam Janë 3 kurioz. mure për vajzat, Për cilat? për 3 vajzat, Mhm. 3 princesha. 3 princesha. Ajo e para. Rosemary dhe Ja rova dhona se. nuk e Unë jam di. baja mund ta sparave, po bëj sikur e mbaj mend edhe Rosemary dhe Po pra, po për çfarë arsye domethënë kur them pse janë 3 mure, nuk them se kush i emërtoi, kush i pagzoi. Dakor, ai do të emri i vun. ai që i Se bëri edhe Kenan edhe në Roza, po kupton se e Janë futën 3 mure. murat, të cilat Pse- vinë brenda njëri tjetrit. Dhe ajo që është më e vogla, brenda asaj jeton familja mbretërore. janë Tek e elitë. dyta Janë është një pjesë tjetër e Qytetarët popullsisë. më duket më normal, më të zhvilluar dhe pjesa tjetër janë fshatarët. Pikërisht, Ne pra, domethënë. Pikërisht. Kush është vije parë frontit? Po. Populli thjesht. Tani po Dakor. them pra Ti, pra. mesazhe, Po. mesazh. E jep të vërtetën shqeto, pa filtra. Fakte. Pra, okej, po Ka domethënë bështyr fakte. mirë, okej. A S'ka morë gjë vesh apo vazhdoni, them jo, apo jo? vazhdoni, jo, s'ka gjë se kam tjera, unë hala. Marr vesh domethënë. Vazhdoni. E keni radhën ju, unë do pres rastin tim dele. Kaq ti më thon. Unë do presë në do godas fuqishëm. Atë kemi frikë, domethënë me Po qenë se qa do- frike. patjetër. Po qa Se frike. jeni te muri parë direkte. Ah, po. Në fakt un Fronti kam parë. një pyetje për gjithë. Po, Hajde. dua të nis me ty Dahoni. Hoje. Po ishte shkrepsja. Ska Po ty gjë. është Ti shkretja për vura mosh e Dahoni. Të doni, Prit, nuk më më fal, mbaroje këtë dhe do të bëj unë një pyetje. Fal. A ka mundësi? Se më kujtu. A ka Kisha mundsi? gjithkohë që po punosh apo s'po e gjeja. A mund të justifikohet vrasja masive në emër të lirisë? Jo. Nuk jam pro.
Po. Gjenocidit edhe. Vërtita, kupton. Po, vlla. Shikimi im këtu, çfarë? Po. Absolutisht ishte jo. kjo që Çfarë ka bërë Eren është me duhur apo Jo, them. ja ta them unë Është e pse. duhur, mos ma thuj fare. Ja pra një sekond se më dole te pyetja, kupton? Resi derrim thes. Hajer bismillah. Cila ishte ëndra Narutos? Tash ne po flasim. Të Jo, bëj prit, Hokage. Të bëj Hokage. Po ma largon Naruto sot o vlla. Prita Po vlla. tamam. Prita vlla. Flasim për Demon Slayer. Jo, prit po të them, domethënë realisht cila ishte ëndra Narutos? Përveç se Të okay, bëj dim Hokage. gjithë që i të bëj Hokage gjitha me radhë. Dakor? Aha. Të pranoj nga njerëzit. Apo jo. Ai kishte një problem që nuk e kishte ai të vetën, pra ja kishin dhënë të tjerët. Dhe ëndra e tij ishte të pranojë nga të tjerët, përveç se të bëj Hokage. Dhe kush ishte mënyra më e mirë? Është kjo që thot ai vetë që të bëhem Hokage. Po. Pra më i respektuari. Ereni nuk e bën këtë gjë zogu. Zgjedh violencën. Ai Ja, Po, mbase se s'do bëhesh e Hokage vlla. Ore. Nuk ishte ta i fshati. Ishte me katuni këtej. Nuk duhet të bëhesh e një Hokage. E, po ishte- Ati i shkretit ishte i vogël, i morën maman kështu, ja këputën edhe Edhe ai thështë e pa kështu. Pse më Si mos bëhesh i keq? Më mbaj tash. Jo, të lutem, Tongra të lutem, më më fal. qafë. Pse Naruto si kishte të gjitha Ishte kartat për të bë kur i vran Jirayan? Ë? Te Xhiraja ishte Ai- arritur Jo, çka ishte dëgjoj arritur këtu, dëgjoj këtu se Te Jiraja kishte rënë kilja Jo, trongu. jo, se për këtë do të kundërshtojmë sepse ai e kishte njohur Xheran, Xheran e kishte mësuar aty rrugën e drejtë dhe ato që duhet të ndiqte, rrugën e duhur të Fakte. ninjas. Aha. Dhe prandaj nuk e mori drejtimin e keq. Rrugën e ninjas o Si plako. kush e Po si mësoi? futemi Naruto se bëj. Xhiraja, Kakashi, ka qenë të gjithë mësuesit që e kanë mësuar Naruto se cila është rruga e drejtë. Edhe ai e thot vazhdimisht që kjo është rruga ime e ninjas. Ashtu ë? Po. Po mirë, para këtyre, dakord? Para këtyre, pse nuk zgjodhi ai që të merrej nga Orochimaru? Kurse ja kishte mësuar asnjëri këto gjona. Kishte Dakord, karakter po zgjodhi fort ai. Sasuke. Karakter. Sepse po. He. Dalim tek ajo Kishte që karakter the. shumë- Kush ishte karakteri më Dhe zoti? jo, Vetë vetën, o vlla. jo, ai ishte dëgjoj se po dalim po diskutoj për Naruto se kemi seri tjetër. Mos e hap më këtë temë. Ja, e Mbyllë boni këtu. spoiler. E boni spoiler direkt. Oh, wow, si ka mundësi. Tjetër tha, nuk e tha kur e kemi. Ska lidhje më kuptoj. E kemi një seri tjetër. Kat kjo pjesa ke montar. Pres. Dorata ju ka të vis. Okej. Më rregull, vazhdoni, s'ka Unë nuk problem. dëgjoj se un kam se si të ta kundërshtoj këtë me fakte nga O, vetë shkoj pse, Naruto, por patjetër. nuk kam ndërmend ta Jo, Ti vazhdoj. lem këta të dy të vazhdojnë të flasin? Jo. Të Vazhdoni. të pëlqente Sasha se unë vdisja për Sasha. Ishe shumë. Patatja vogël. Ande patate. Ore, po e urren atë gabin se unë morti, Ua. mos e pafsha rrugata. Ajo është villën. Ja këtu Për bëj. fakte. Më falni, po duket sikur po dalim që po i kundërshtoj të gjithë. Largu. Jo, unë nuk e mendoj që ajo është e keqja. Unë mendoj se ajo është ushqyer me urrëtia. Patjetër, pa diskutim. Si Eren Jega, po Pa. nuk ka lidhje ajo se a kupton si mund ta vrasësh ti patate në vlla? Po ik tash Po vetëm se vrau patatën po pikërisht për sepse ajo nuk i njifta the elders. Ajo thjesht i dinte që ishin të këqij dhe prandaj duheshën vrar. Ishte e ushqyer me urrëtia. Sa më kënaq ishte patate e re. Ideja që ishte kalama i vogël, hypi te avioni. avioni, i ndoqi, ças bëri, Ç'është bëri kalamo? namin. Kalamo haram. Rria kalamo ke veni. Rigore aty Prandaj shtëpi. e citoj edhe një herë ato që thash te pjesa e parë, që thot ai udhëheqësi. Fëmijë na falni sepse ju kemi ushqyer me urrëtia. Ju dështuam. Me thon tani që po e mendoj, me thon drejtën ai që e ka vujt më shumë, ka qenë Livaj me thon drejtën se ai e ka vujt ai faktin që i kanë vdek që të gjithë. Edhe fillim ai është pastërtor për ju që nuk e dini, që sigurisht që e dini sepse i ka vdek mamaja nga bakteret, a kupton? Ne jesh fiksim Ai është- Çdo rob që ai i fliste, Ishte këtu. vdiste. Edhe nuk vdiste thjesht një vdekje normale, a kupton? Lyeshet e pema, a kupton? Si mos ta ketë vujt ai shkreti, a kupton? Ai ka parë. Edhe në fund fare i vdiqën dhe ata dy kryesorët dhe ngeli vetën. Aty qava unë shumë. Ishte i fare, ishte për Ato- Kur dolën të gjithë. Po, me radhë, ishte- që ishte- kishte Dy bërë, dhe ky momentet i shkret. më prekse ka qenë pikërisht ajo që thaj momenti kur i thotë Hanxhi që po largohem t'ju jap juve sa më shumë kohë dhe i thot ai devote your heart. Që ja vet dorën. Dhe ajo i thot Te I never gjoksin. thought I'd hear that from you. Dhe momenti i fundit kur kanë fituar, që e kanë ndaluar the rambling, dhe ai është i mbështetur pas një shkëmbi dhe i dalin të gjithë shpirtrat e the survey court. Absolutisht. Dhe me Ajo këtë është- dhe me këto shpirtrat, dakord, dhe me këto xhindet që na dalin neve kështu. Të përndjekshin vlla. Për më tepër,
Ne mbyllim në këtë pjesë dytë lale, shihim në pjesën e tretë, s'ka ne filozofi të modhe. Erenjeg. Hajde. Erenjeg. Shadow Clone. Ta këtu, dakor që ta dini dhe ju, kanë qenë gjithë kohës të bë këtë shenjë kështu. Sasageyo, Shinzo Sasageyo. Që si e vedoro ky fashisti, po largohu. Largohu. Është komunist më ignorant i historisë. Ky është ai titani që hëngri Erenin në fillim, se tani po e mendoj. E kupton? Apo s'kishte kështu. Edhe kur vrapon ky si ideur si titan. Nuk pa lidhje fare. Në fakt kuriozitet, titanët e frymëzuar, domethënë siç thashë ajo, por edhe lëvizjet që bëjnë nga njerëzit e deur që janë shumë të pavetëdijshëm. Tu pa njerëz të deur që vrapojnë, kështu do ta bëj. Ky do më haj, mo jam i sigurt. I ka se ma kafshoj veshin. Okej. E kanë lidhur mirë pjesën që ata vdesin vetëm nëpërmjet pjesës qafës, a kupton? Është çike bezdisur fakti që nuk vdes nga asgjë tjetër, vetëm i prej qafës. Po sepse aty qëndron trupi, po ç'do thojë? Jo, vazhdo, se të ndërpreva. Jo, aty qëndron trupi. Po, trupi i njeriu, domethënë në momentin që transformohen në titan, kanë trupin e njeriu të vërtet që është këtu. Si, domethënë gjithë trupi mlidhet bëhet shukë dhe paloset tutet se 3 se 4. Është njësoj si të jesh ti. Titanët kur bëhen njerëzit kur bëhen titan, janë këtu fiks në qafë, kupton? Po. Aty e kontrollojnë. Ja prapë kalim, është një gjë e bukur kjo që më ka pëlqyer realisht, domethënë sepse edhe me mjekësi, këtu domethënë janë cervikalet C3, C4 dhe në rast se ato kputen, pse ndëntime, aty njeriu thjesht vdes. Do e bëjmë koncert këtë se tha fjalë pista. Ato që tha ai. Nuk shava njeri. Tha fjalë të pista bëj. As për mena dinamit. Dinamit. Po. Kështu që si jemi në Vlorë këtu më. Ja po në Elbasan këtu ne. Geratori ka. Që po flisni për qytetet. Po. E keni pa Kuksin? Urën e re të Kuksit? Se ke pati është Erenjeg ka në urën e Kuksit. Referencë nga Kuksi. Ereni do priqë urën tash. Nesër ka bën plan se si ka pëlqyer. Ore, Mikasa e përmendte Eren ndryshe nga gjithë tjerët, a kupton? Eren, a kupton Pern. Mikasa e Sukasa. Edhe Mika që ka kur e thot. Domethënë, ti japësh një shall që e gjete në rrugë, ajo që vdes për ty direkt. Çfarë thumë zemra sot Veç jemi në klasë edhe se. Ore, kam një pyetje, e ke parasysh në sezon 4 që Më fal, se përmendet shalli, më fal. 1 milioner. milioner. Jetën ti, over. E shef që ka kopju prap nga Naruto. Hinata çai i jep Narutos, a si jep shall për dhurat? Dëgjoj, si anime ka dalë në 2013-ën, okay? Dhe ndërkohë filmi Naruto The Last ka dalë në vitin 2017, kështu që mbyllë, mos vazhdo. Okej. A mendon në sezon 4 kur Ereni i thot që të shprehë ndjenjat Mikasa dhe ajo nuk e shpreh. A mendon që po të kishte shprehur do kishte ndryshuar ndonjë gjë? Po. Se ndonjëherë njeriu ka nevojë për ca fjalë. Po si sa, si nuk jo sa. Jo, unë nuk mendoj se do ndryshonte gjë sepse Eren gjithsesi e kishte ndarë mendin se çfarë do bënte dhe u përpoq që në çdo lloj mënyre ta ndërpriste. Po, ai do bëj keq në moment që e shau Mikasa nga rob. Ndërsa Arminin e rrau e boni cop në Ai e bëri që ta urrenin pra, kupton që mos kishin ndjenja. Mos vuanin humbjen e tij. Martohet Mikasa në fund me atë horse face. Me atë kokë. Kalim. Me atë kokun e kalit. Që ishte kjo më, edhe kjo me bip sot. Gjinje ka emrin ai. Horse face, fytyr kalin. A martohet me ta në fund ai se kjo? Jo, unë e di, jo. A vdes? Jo, nuk vdes, ai as Mikasa sa nuk vdes. Mikasa jo. Por jo, nuk martohet sepse ajo vazhdon akoma dashurinë. Jo, po ajo i harron fytyrën atij. S'kishte ardhur akoma sezoni dashkave. Kur fillon qan ajo që nuk e mbaj më sepse po qante, mbase se vdiq Eren, po e kishte harruar fytyrën atë pjesë. E lexova nga një. Po mirë. Ka që në Instagram. Me kjo më duket nga që thotë, po. Jo, vazhdo. Armin thot historinë për Erenin, se si ka qenë në fillim e kështu, edhe në çdo në episode të ndryshme, faza të ndryshme të jetës, ngjyra e syve të Erenit ndryshon sepse ai nuk e mbante mend mirë fytyrën. Po sepse bravo, se kjo thon që kjo kjo është një histori e thënë nga Armin. Kaq mbaj mend, nuk e mbaj mend si vazhdon. Kjo për është ideja që gjithë historia shpjegohet, supozohet nga Armin. E thot Armini këtë. Po, sepse ai nuk është se kishte gjithë memorien e fshirë.
Po, bravo. Edhe Armini gjithmonë i ndiqte ata të dyja, kupton? Ishte edhe kjo, domethënë ka shumë gjëra të trishta, ka shumë gjëra të trishta ka aty, unë se kuptoj këtë. Po, por Armin jep një mesazh shumë bukur që pavarësisht se neve dalim tek një shprehje që mua më pëlqen, që gjestet e vogla flasin më shumë ose shprehin më shumë dashuri se ato të mëdha. Armin kur kujton gjithë jetën që ka pasur me Mikasën dhe me Eren, kujton momente shumë të thjeshta, shumë bazike, që janë aq të bukura sa ai thot, unë mendoj se kam lindur vetëm për këtë arsye. One moment. Se me që thete gjestet e vogla dhe që janë të bukura. A ka gjest më të vogël dhe më të bukur në historinë e animeve, zonja dhe zonjusha? Dakor? Vetëm me ju të dy e kom. Se sa ajo kasata që i nda gjiraja ati dhe i ngel gjithë jetën. O të vdesu, Po mos më vdis disi do të haj unë. O të Pa i këtë shikot. Ore, ne po lidhin këtu dashurin, ti thu babai me djalin. Me kasatat. Me kasatat. Më fal, pse pas ka qenë kjo Mikasa e Sukasa? Si konga Shakirës. Si kënga Shakirës. Çfarë ka ajo? Ai Madonna. Ereni shoku joni përbashkët e shpëton atë skretën. Paska se ajo është një anchorman që fun fact. Po pra, është nga Dy bëhet anchormana familje. që janë super më të fortmit. Po jo, ajo nuk vendoset që t'i vriste, thjesht, jam shumë dobët. Edhe erdhi boti i vrau, ishte shumë i fortë që ka lamuar, ka. 9 vjeç, Ereni ishte sa i ka fartipi. qenë, Jo, më i vogël se 9 vjeç ai. 9 vjeç më Kur ka shpëtoi Mikasën? Po. Po, ka qenë i vogël. Po pra, 9 vjet, më i vogël po them. më i vogël se 9, por që të vrasësh 2-3 burra të rritur Po, pra, për të ece- Po shpërtuar. teknikisht e orientoi prapë Ereni i madh, kështu që E ke pa atë që del Ereni në shumë skena kur ishte i vogël Ereni tjetër? Duhet pa edhe herë ka stile për ta Duhet, kuptuar. duhet. Çka ka shumë e vërtetë apo e kam Është bë? në fund kur është i mbështjell ai fashosur, Po. edhe tregon që flet me vllajën e vet. Po. Edhe Zek. Tehia, Ziki. Ziki, ja. Edhe Tehia që flasin këta të dy, nuk i kanë kokat, me iden që të dy. Bravo, dhe këtë e kam pa, e Po. kupton se ça perle është o plak. Kanë Janë koka ca të shperlë. detaje, janë ca detaje që neve kur e shikojmë animen Nuk na i vër, shpëtojnë. po. Të dy Po, u priten momentin- kokat në fund. Po momentin Po, kur mirë. del fundi dhe të gjithë këto që janë super më të vëmendshëm se në tjerët. Po mi mëse ne e shohim për Edhe qef. që pa ato. zjerin atë dhe ti që këtu, oh, Ore ne back. ne kishim skenën më obvious që kur u deshte të bëheshe si quheshin ata që luftonin titanët, Sorcersters, Survey Course. Survey Course më duket. Ka Ata Survey kur u vran Course. koka ai dilte tymoll, asi se kuptoi njëri që tym. Titan. E kupton, e bën dhe obvious boti dhe prapë nuk merret vesh. Po Edhe mirë. në momentin kur Eren transformohet për herë të parë si titan, e kam bërë edhe meme shumë bukur, është tek për gjithë ju që nuk e dini, shikojeni, është videoja Attack on Titan in 9 minutes, e rekomandoj, është me. Sa çefe ka këtë video kjo vdes. Edhe ka në moment domethënë që Eren është duke luftuar me titanët në formën e tij si titan, edhe thon ato thot Mikasa, oh, who might that be? Edhe gjitha Eren, probably Eren. Oh, come on, that's way too obvious. Ata kur del Eren i pastaj, oh, look, it's Eren, oh my god, I didn't see that coming. Ore çfarë fuqie kishte ajo Titania e Ymirit, asaj The që Founding pëlqente Titan? femrat. Jo, që pëlqente femrat, ajo Ymir e kishte ajo tjetra. Ymer. Ymir. Ymir pra. Ymir. ishte Me jo, fan- Ymir. Ç'ishte Titana? Titani kryesor. Jo, Jo, nuk ka jo. qenë, jo, Ymir është Ajo me një pikë tjetër. fytyrë. Ajo që ishte të seritë e para pëlqente bashkë historian. me historian. Që pëlqente historian. Ç'o Që Titani ishte? kishte ajo kishte Ajo- Titanin e vogël që ishte shumë i Po, shëmtuar. ai vogël. Po çfarë ishte ai Titani? Kot, Kishim. ishte kështu provizor. Po, e Jo, kishim bërë për jo. Arlinin atë. The trial. Është me atë e lit tek sezoni i fundit kur Eren e përdor ato titanin me nofullat. Po pra. Kishte fuqinë aty titanit. Po s'kishte nofllat e Po, forta. po nuk i ore. kishte, pikërisht, kjo është pjesa, nuk e kishte. Madje ajo edhe kur u transformua për herë të parë si titan, para se ta merrte fuqinë, të njëjtën formë që kishte si titan, pa fuqi, e kishte edhe momentin që i mori ato fuqi. Dhe është i vetmi rast nga të gjithë titanët. Okej. Shiko pak se kam unë një pyetje tash. Për të ftuarën tonë të dashur dhe të nderuar. Dakor. Cinarja. Cinarja. Kush ka qenë krashi yt? Attack on Titan? I parë dhe nëse ka ndryshuar, kush ngeli pasaj krashi yt? Ka qenë Levi, është Levi dhe do të mbetet.
Levi. 1.50, po. I second Po sa that. vetja pra, ai që dhe vetë. Ba, kuptoj ti, rritu ti Short king. boxa. Pastron Short king. shtëpinë. Rritu flet ti, shumë. për zotin, kupto? E ke kështu për të majt kur të lodhet krau, kupto? Fiks. Shumë më ke punë kështu rritun e boka 2 metra si gallop. Krashi im, me thënë prap drejtën. 1.50 shkojnë. Krashi me thënë drejtën ishte Sasha, nuk e di se u vdes. Sa Nëse çfarë unë kam po atë flas, Sashën? më flas. Jo, po them për veten time unë, po them për ty, fal, nuk e di unë sa Po, përqet. se mos i ngel hatrit Sasha çika nga ti përqet. burrit tim domethënë. Pyetje tjetër. E përshëndesim o E burri. përshëndesim. Se short king se O, burri burri, është qa bone, gjatë, vlla? po mos u mërzit. Okej. Po Okej. flok gjatë vlla. Kam një pyetje tjetër. Dakor, të bukur. Nëse do kishe fuqinë, domethënë bëhesh titan. Cili lloj ose çfarë lloj tipi titani do dohet bëhesh? Tani mua më pëlqente Female Titan, si ishte edhe shpejt, edhe shumë atletike, edhe Kishte edhe shumë atë edhe bukur faktikisht, kristalin. ato titanet e tjerë ishin gjithë çuditshëm. Kishte undën e madhe apo Kishte Sa ti me pare shaka. Ballkana se teknikisht. Ka qenë shqiptar edhe ajo shkon. Albania. Fiks. Kishte më pëlqente ajo. Okej. Okej, më pëlqen. Pëlqen. Edhe ty të Nice. pëlqente Jo, vlla? jo. Të pëlqente, ëh? Ti paret ballkanike flasim. Po. Ça. Okej. Unë jam rregull me ti, unë vazhdoj të jem fan si Narutos, por që Nuk e di. Nuk e di a e mendove edhe ti, po prapë në sezon të 4 po flasim teknikisht, kur është ajo pjesa që të dy dhe Eren edhe Armin futen tek ai Voidi si tip deti, që flasin, që shprehet ai Ereni. Ti ja zemrën. Qan. Po. Edhe janë të dy kështu në gjunjë, edhe janë kështu afër, që i thon që shprehen, edhe është ai momenti që përqafohen. Po unë atje mu duk fiks sikur do puseshin. Valla edhe mua Ore, shumë pesi u të shuan të dysh. Thashë nuk pusën, thash, na flishen. aty na e shpifën pastaj ja. O vlla, kur u përqafun zemra, kupton? Ajo tregonte Okej. dashurinë vllazërore që kishin. Vllazërore, ata. po shumë vllazërore. Hajde Po, janë vllajtem. O vlla je. Në naj çik buzë. Takaçi. O bubuja, doli ky podcast ka shinat për zotin. Vallaj. Kasapo mlidhe kasapo. Si gjithmonë. Unë dua të tregoj një foto që ma kam bërë dhurat për 20 vjetor, ma ka bërë një shoku im, më ka vizatuar si një personazh të Attack on Titan. Kthej çik më në kënd, bravo. Dua dhe unë një ashtu. Ta Dua jap dhe numrin. unë, edhe unë. Po mos më bëj si femër mua. Që Po jo baba. më ja. Tashi do marr çfarë do t'japë. Nuk mirë, nuk mirë. nuk ngjan fare me Mau. Sepse atëherë kam qenë bjonda. Ah, super, Vetëm super. prej bjondes nuk i ngjan. nuk e ka Okej. Them se avash, vlla, po na vjen çik vafti me ca pyetje më pikante, me Erdhi ca momenti lojna. Që Ë? ti Si mendon e tina? e mendoj vlla. Suspans. Tani erdhi momenti i një loje kaq të frikshme. Sa mos ikën me vrapëre. Ja, unë kam Tullorisht. pa ta kontajtë, mos ikën ai që ta është brutale. Unë nuk do bëj lojrat që bën ky urryesi. Aha. Do bëj lojë më të këndshme sepse ata kontajtën një ka këtë mundësi dhe do të kjo. pyes për personazhet. Kë ke më shumë qejf ti. Vetëm mos lin Livajn parë. Në Levi'n mos e heqim Levi'n se Okej, me qëra lafi okej. doli. Okej, kush pëlqen nga personazhet? E fillojmë me Sasha apo Ani? Sasha. Sasha, sa e këndshme. Ani jo, më fal, Sasha? Sasha apo Xhin? Sasha. Faleminderit që zgjodhe këtë se sa isha këtë Xhinin. Po pse e vure një? Ja futa kot. Okej, Sasha apo Ervin? Sasha. Sasha prap. Okej. E kisha unë krash këtë. Ose ngatrove. Po më jep opsione Okej, vazhdo, okej. Sasha apo ajo si e kishte Hanji. Ah, Handi. Se përmendëm fare. Titan, Ajo kishte ishte emocion për titanët, se themi do ndryshe. Po, egzaltim. Ajo emocionoheshe nga titanët. Po që ju femrat do në emocionoheshe të ju nga titanët? Ne femrat Uf, mbas mo. po femrat. Nga Livajn ndoshta po. Po jo, ikën. Këtë zgjedhësh. Hanxhin pra. Hanxhin? Bravo. Dëbohia i titoni, vlla. Atëherë do zgjedhësh Hanxhin apo Armin. Armin? Armin apo Mikasa? Mikasa. Mikasa apo Levi? Sukasa. Levi. Levi apo Eren? Levi. Po thash më Tu e burr. prishe në fund. Levi. Jo, pa do zgjidhte Levi, po më lash në fund. Do po të një. thash pra të parlemrova. Një tjetër. Levi apo? Ace. Vetëm Levi. largohu. Çare? Levi. Se Ace ti jo?
Sigurisht. Unë e mëll tu këtë podcast, Lale. Faleminderit. Nuk ka Lale. Ço bëhet shumë valla. Ço bëhet shumë këtë Në podcast fakt, zemër. deklarat edhe unë Livajnë të Silvia. Dëgjoj, kjo është një mesazh sepse dhe podcastet mund t'japin mesazh. Edhe ne japim mesazh për gjithë ata që janë me gjatësinë e Livaj. Ju vleni vlla. Don't per. be afraid because you are a short king, but you are a short king. Je mret vlla. Çuna bëuni, ku e di unë. Filloni ishin këto operacione që ju zgjasin komët, bëni nga këto që ju shkurtojnë komët të gjithë. Ose s'ka më tjetër. Bëjnë operacione që zgjasin Shikon, këmbën. s'ka nevojë, ai është vet A le që bëjnë trup shpejt. Nëse se ndruam temë. A ka mundsi? Tamam, ndrojmë temë se po hapim muhabet Po shumë. mirë, do mi që bëni këtë lojën, tash të bëj dhe unë atë lojën time klasike Lale për zotin. Sot pas ka shumë urrejt. Sot jo. Sot jo, unë e di që Attack on Titan s'ka për të rezistuar deri në fund. Çapive. Dakor të. Attack on Titan apo Zenki? Attack on Titan. Attack on Titan. U menu di herë pare se ta thoshte. Ata shi unë thash. Pa, e të shofim. Attack on Titan apo Death Note? Attack on Titan. Attack on Titan apo Monster? Se kam parë. Kështu që Attack on Titan. Okej. Attack on Titan apo Naruto? Sigur pive një kafe. Atëherë. S'ka atëherë tash, se më na marroi dhe kozjatja e podcastit. Mi ta zjasë edhe i çik. Po, Naruto. Pra. Shiko, jemi realistë, Patjetër. po ne po flasim për një temë, për një anime shumë specifike tani. Patjetër. Jo, kaq A më doja. more për Attack on Titan, Patjetër, o vlla? patjetër me modra Po, ime, deshe patjetër. flasim ne për Naruto. Jo, Unë për shembull për Naruto do bëj tatuazh sytë i Itaçit. Atë vdes fare. Edhe unë do bëj atë ta zoomës, kupton? Me çakmokun, me pjetash. Okej, çfarë na bëni kështu Po kot e tash? tash më bure, ka Attack on Titan, unë nuk e kuptova. Ai pyeti Attack on Titan apo Demon Slayer? Po, edhe pastaj Attack on Titan apo donte të më kapte në pabërsi. Thash pra ta bëj butcher, po ju s'doni tash, kuptoj ju doni anime të rënda. O vllai, është podcast kalibër ky, nuk është podcast lirishtë. Attack on Titan është anime e rëndë, është anime Duket. Ore, elitar. ai titani i bardh që vdiq super shpejt, ishte shumë i fortë ai pra të punore. Pikërisht Po, shumë për shpejt. prandaj e Vdiq sekonda ai ajo gruaja. Nën ishte ajo, çfarë ishte? Si e kishte Atë- emrin atë- ajo atë speciale nuk jam mbajmë. Titanit? Neti shumë Neti parë. si sa vdiq. Metal. Nxori herë atë shpatën, kot sa Pa. vdiq. Po me sa di unë fuqia e saj ishte që mund të krijonte lloj-lloj armë. Armësh, po. Edhe kishte Kjo metal, ishte. nuk e kishte këtë Është- detaj ajo. Metale, Apo? po metal ka qenë po. Po tani që po mendoj për mesazhin e tij, mesazh madhi, është edhe pjesa që në fund fare të gjithë armiqt bashkohen bëhen miq për një të drejtë më të madhe. Pra, për një mesazh më të vogël. Dhe kjo është E, arsyeja pse ka fituar çmimin, që po e them për 3 herë, Po si trajtë. anime me një influencë shumë të madhe globale. Po mirë mos Bravo, po themi ne, bravo. kupton se është logjike, e morën vesh, kupton, Edhe është. teoritë konspirative që diskutuam, ideja që mbaron me 139 Chapters, jo chapters. 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 Skuza. Se na shkoj Ishte sheqeri. 139, a kupton? Edhe jo 140, se teoritë konspirative thonë që nga që Ereni nuk e arriti kurrë lirinë e vet. Edhe në Japoni e kanë Është, numri liris me- që ishte. Po. Se e kam lexuar këtë dhe në fakt tyra që ta shikoja nuk është bërë asnjë deklaratë zyrtare ose të jetë pranuar nga Isayama, autori, që kjo teori është e vërtetë, që e kam përfunduar mangën me 139 chapters, sepse edhe vetë personazhi kryesor nuk e arriti kurrë lirinë që ai po luftonte aq fort. Por arsyeja pse e konsideroj 140-ën si numri i lirisë është sepse kur e shqipton në japonisht duket sikur thua liri. Se nuk e mbaj mend se si e kanë shqiptimin e saktë, por prandaj i bëjnë këtë lidhje. Ose hysen. Po ishte një koincidencë, ishte një rastësi shumë interesante që fansat e morën edhe e kthyen që shiko se është për këtë arsye. Okej. Tan. Tan tash na ka ardhur një moment prap special, dakor se ne jemi në fund tash, edhe Hajër. skena si të mungoj kjo gjoja. Apo jo. Hajër. O falenderimi për sponsorin ton dashtun, për Faleminderit, pogun. ua. Dakor, ja gëzuar i Gëzuar me pok. Ashtu çuna siç kishin gjithë këta ushtarët atë veglën e vet, atë armën e vet speciale. Shpotat. Ashtu e kena edhe në pokun Lale. Shpot. Dakor, me kartat infinite dhe reward e përdor për ç'a dush Lale.
shko për shembull do me ble I lodër të Erenit. Po. E ble, s'ke pse pret në radhë lale, bram me porosit internet. Dolën episodet e reja, fram, e ble direkte online, nuk ke pse pret ti lale. Po pasaj ka dalë një ofertë dhe me nej gjup kështu kuptot bukur. Po dele Nga këto me stemën e shko prap e ble aty si zotni, as nuk pret radha as I gjë. Prap e ble komplet. Kështu që jepeni pra, dakord? Futoni, merrni kartat infinite, reward, klasik, qartë ty doj zemra, e në shmangeni këto radhat më vlla, se o dhe vap në ashtina. Shumë vap vallaj. Ashtu. E kena vujt. Okej, ne tashi, thuj, arritëm fund serisë, dakord? Ata them? Po mund ta thush ti, të lutem. Ju lutem vazhdoni bëni like, subscribe, të shpërndani videot tona dhe të vazhdoni të tregoni suportin tuaj të vazhdueshëm që neve na motivon të vazhdojmë dhe të bëjmë të punë të shkëlqyer. Ju duam, ju falenderojmë vazhdimisht. Patjetër, edhe një falënderim shumë special shkol për të ftuarën tonë. Për dahonin. Shumë faleminderit që erdhe. Të lodhemi çik me këto krahasimet, po. Nuk knaqa. Po kur the maroja vashit çik tash kur shkoj ora. Po ha, Kur bo qef iken ale. kur bo qef ka lezet. Okej. Shoqëri e mirë. Do ta mbyllim me atë. Është juja. Ajo që Këtë doni, se pas kemi dy atë. Unë s'pa e kap filmin. këtë do përdorim. Atë Ti bëj tënde nuk. Ja, Unë se them, s'ka jo, koni cila, ashtu. tik-tak, Atë ju tik-tak. smell like. Po pra, ato do bëjmë atë. Edhe pastaj po deshin sa sa. Po, kështu kena për ta përfunduar. 3, 2, 1, jebi! You smell like a baka, Ereniega. Sasagejo, Shinzo Sasagejo. Miru papshim, Miru episodin e radhës. Miru papshim. Ciao. Shadow Clone.